يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فالله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. O ju besimtar, kur të jepni borxh për një afat të caktuar, shkruani atë. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. Në ta shkruan borxhin një njeri që është i drejtë. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ. Dhe mos të refuzon shkruesi por të shkruan vetëm ashtu qysh ju ka mësu Allahu subhanahu wa ta'ala. فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقَّ. Në ta shkruajnë, në ta plotësojnë ashtu qysh është e drejtë. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. Edhe në të kenë frikë Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا. Edhe mos të bën hile në shkrim, mos të pakson, as mos të shton kur gjë, veç sakt që ashtu qysh është. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. Nëse ai që jep borxh është ose ai që merr ose ai që shkruan është i dobët, ose është i vjetër shumë, ose është i ri shumë, ose ka ndonjë pengesë, në të shkruajnë dikush në vend tina. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ. Edhe në të dëshmojnë, në të jenë 2 dëshmitar për burrave të juve për borxh. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. Nëse s'ka 2 dëshmitar burra, atëherë në dëshmoj 1 burr dhe 2 gra në zëvendësim të një burri. Ky është ajeti më i gjatë në Kur'an edhe quhet ajeti i borxhit. Nuk ka ajet më të gjatë se ky në Kur'an. Ajeti i borxhit për shkak se në këtë ajet Allahu subhanahu wa taala i ka përmend rregullat e borxhit. Borxhi është sunet prej suneteve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me dhënë borxh. Edhe me marr parë borxh, kështu kanë vepruar në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe është mirë fillimisht. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith, kushdo që i jep vllaut vet musliman borxh për një afat të caktuar, se borxhi është me afat. Çdo ditë të çati afati që i ka dhënë borxh i shkruhen sadaka sikur ka dhënë çaq pare çdo ditë sadaka. Për shembull, nëse një musliman i jep borxh 1.000 euro një muslimani tjetër, në afat për një vit, çdo ditë i shkruhet këtij që ka dhënë sadaka ka 1.000 euro. Edhe në fund vitit i merr atë parë që ka dhënë borxh. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat. Në ajetin e kalum Allahu subhanahu wa taala tha, Allahu e ka bë të humbur kamatën kurse i jep bereqet atij që jep sadaka. Kush jep borxh, ai veç ka dhënë sadaka. Sa i ashtyn afatin e borxhit, çaq më shumë e shtyn rrit sadakon e vet. Pastaj
Në hadith, nëse njëri mas i ka kalu viti, s'ka pas mundësi me kthy parët, e lyp edhe një afat shtesë. Me pa fat edhe 6 muaj, se s'u nikon bë parët. Nëse ja jep afatin shtesë herën e dytë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë herën e dytë i dyfishohet shpërblimi. Këtina i llogaritet sadaka që i ka dhënë 1000 euro, i llogaritet sadaka çdo ditë ka 2000. Edhe në fund apeti merr parat e veta. Kushdo që ju jep muslimanëve borxh është e barabartë sikur që ka dhënë sadaka çdo ditë derisa ka ardhur afati i borxhit. Kur ka ardhur afati i borxhit, nëse s'ka vujt me ia kthye, me ia vazhdue, i llogaritet 2 fish. Wa ta'fu aqrabu lit-taqwa, e nëse në rast ka dikush që s'mundet me këtij parë të ngushtu shumë, Allah subhanahu wa taala thotë me bëm me afal është shumë më mirë. Edhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kush e fal borxhin, ja fal krejt, është që s'po mund me bë, jo që për diçka tjetër, po sot të pas mundësi njeriu, me fal krejt falja, edhe kjo është hala më mirë. Borxhi kthehet çfarë sa jepet. Kjo është dallimi mes borxhit edhe kamatës. Borxhi i më dhon 1000 sot, mas një viti kthehen 1000. Kjo është borxh. Edhe do të më shkru. Ja ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamma faktubu. O musliman, kur të jepni borxh, shkrune. Tash për çudi, mi thon vllazëri musliman për shkruaj, ju vjen sikur që na e kontestojmë ato, a është i sinqert ajo, pse më shkru? Allah, do të më shkruaj që ka thonë Allah, pik. Edhe në start tukse po kundërshton ti këto, për në nuk je i besimtar i mirë. Pse të vjen mërzi me ato që Allah subhanahu wa taala na ka urdhëruar? A ki parë më dhënë borxh? Po kam. Veç merri 2 dëshmitar edhe atë e shkruaj. Atë më nërë, me jetë hatri qysh me marrë 2 dëshmitare, qysh më shkruaj, po e të një borxh. Po, borxhin Allah subhanahu wa taala ka thënë më shkruaj. Se do më nashti neve në gjunab, hala pa nis me dhënë borxh, qysh? Pastaj, shkrimi është dëshmi e pandryshueshme, dëshmi që nuk lëviz vetë, përveç nëse e prek dikush me dorën e vetë, se plot probleme që dalin të musliman për shkak të borxhit, edhe nëse e shihni sot, shumica e vllazëve thonë, "Ma mirë mos më dhon borxh kërkuna." Se del problem me parët e tua. Ti e borxh $100 ti bën me borxhin që ja ke dhënë ti. Pse? Se nuk jam të sinqert. Nuk jam të sakt me ato që ka thonë Allah, me ato që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në hadithin e sakt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kushdo që merr borxh me niyetin e sinqert për me ia kthy borxhin, njerit që ja ka marrë, Allahu ka më ia mundsu me kthy borxhin. Kush merr borxh, edhe hapse ti Allah subhanahu wa taala e vështirëson situatën. Se nuk u kon i sinqert kur e ka marrë borxhin. Edhe të na dalin 100 probleme. I shkruam jo, dëshmitar jo, afati ka qenë 1 vjet, jo më ka dhënë 1100, jo më ka dhënë 1600, jo s'ti kam dhënë, aty tonë diferenca e madhe. Hadi tash me bobeje, me gjet njerëz të këmbon, jo munafiku, jo më prishin afatin, jo. Po pse se ke shkruar Allah? Kret problemet të borxhit dalin për shkak se ne gjatë dhënies së borxheve nuk i respektojmë rregullat me të cilat na ka urdhëruar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me i bën rregullat nuk dalin probleme. Rregullat e borxhit janë shumë interesante, shumë të forta. Në një me shkruaj. Me shkruaj datën kur ka dhënë borxh. Kush kuna i ka dhënë borxh, sa parë ka dhënë borxh, kur është afati i kthimit. Tash kush e ndryshon këtu, atë janë të shkruar. Çka i ka dhënë borxh? Gjitha me detaje. 2 dëshmitar. Ky që jep borxh 1, ky që merr borxh 2, plus 2 dëshmitar. Dëshmitar do të më kon besimtar musliman.
Rajulejni, dy burra min rijalikum, fastashhidu. Shahideni min rijalikum, në dëshmojnë dy burra për juve, për muslimanëve, besueshëm. U bën 4 vetë. Shkruesi, ai që shkruan, një garantues që është i mirë, është mirë me pas një garantues. Unë po t'jap ty borxh. Nëse ti nuk mundesh ma kthy borxhin, a ka dikush që e merr përsipër ma kthy borxhin tënd? Ky është garantuesi. Se sa njerëz u bënë? 5 vet. 5 vet nuk mund me deviju çështjen. 5 besimtar musliman të pranueshëm për dëshmi, s'ndryshon kjo. Këtu s'humbet kjo gjë. Edhe nëse ky nuk është që është i besueshëm, kërkush nuk hin për to garantues. Atëherë kur si garantues kërkush për to, mos jep parë. Nëse ky nuk është i besueshëm, kërkush nuk vjen dëshmitar më bë për to. Gjon arsye, ja, kam shku diku në diçka. Ja shef që këtë sa të dash kërkush më bë më këto. Edhe ti si jep hiç. Nëse njerëzit hin dëshmitar për ty që merr borxh, të tjerë hin garantues që t'ia kthen borxhin, në këtë borxh kur nuk del problem hiç. Edhe ky borxh u shkru, afati caktuar, njëti sinqet më kthehet borxhi, shumë bukur. Se njerëzit kanë nevojë më ndihmu me njëri tjetrin. Sot unë s'kam parë ti ti më jep donë shërbena, nesër tjetri s'ka unë jep që është çështja e muslimanëve, nuk është asnjë problem më marr borxhe me dhon me zveti, bile është mirë. Ama sipas rregullave, edhe mos me bë masalena më bë borxhi, sebeb që vllazit musliman mos me folën me zveti. Ka harrua, mor borxh ka harrua, ka dikush merr borxh shpesh edhe se din hiç që ka marrë borxh diku. Të kom borxh, jo s'kam, jo s'm kujtohet, jam kujtohet tash, çka më bën tash, si kujtohet qysh me drejtuar situatën. Wal yaktubu wal yumlil, wal yaktub bainakum katibun bil adl, në të shkruan një dëshmitar me drejtësi. Një shkrues, në të shkruan drejt, sakt, krejt që ato fjalë që ashtu që shfolën, që ashtu duhet me shkruar. Edhe mos me refuzue. Krejt që shka thonë Allah me shkrue. Të gjitha detajet, shka do që kërkuat, me shkrue. Pastaj me vlezue njerëzve, a i rritë pajtimi se që kjo metet që shtu e shkrume. Edhe mos me mshef kur gjo. Wala yabkhas minhu shay'a. Mos me mshef asnjë gjë hiç. Asaj që shkruan, as ata që dëshmojnë, asaj që jep, asaj që merr, krejt me lanë që ashtu që shkën kohën. El muslimune ala shurutihim, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, muslimanët i qëndrojnë mrapa kushteve për cilat janë marrëvesh. Allah na marrëvesh na për çdo. Kush nuk i qëndron asaj që u marr vesh, u pajtu për to, ajo është cilësi, ka cilësitë munafikut. Na pajtum që që bësh ka më kon deri këtu. Çka ka më kthye që në çet kohë, çka kanë më marr. Ku ka probleme tash? Dikush do të më bë haram për më ndodh probleme. Gjithmonë nga tresat mes muslimanëve dikush ka hin gjuna. Pe sevapet nuk bëhen probleme. Pe librit e Allahut u bën sunetin e pejgamberit sa mos bëhen probleme. Edhe në familje, edhe në ndarje, edhe në shkullërzime, edhe në probleme tregti, edhe krejt kur të vë probleme dikush ka bë dallaver, se mos më pas bë problem s'ke shortë mos më pas bën gjëna dikush si shortë probleme hiç. Borxhi u dhon, u shkrua, dëshmitarët janë, garantuesi është, koha e caktuar, shumë e caktuar, ka marrë borxhin nga ku kthehet, ka probleme, asnjë problem hiç. Po kur bën dikush dallaver, edhe nuk ka pastaj dëshmi, dalin probleme. Nëse s'mundet me shkrua, ai që jep ose ai që merr ose ai që është i vjetër, mosh ose ka nafra probleme, nuk ka problem me thirr njëri në besimtar, në musliman, edhe pse s'është pjesë hiç e këtij muhabeti, me shkrua, i thjesht është shkrues i asaj që i na morr vesh. Wastashhidu shahidaini min rijalikum, ne dëshmojnë 2 dëshmitar për juve, prej muslimanëve. Dhe këto dëshmitarët duhet me qenë të pranueshëm, mos me qenë të akuzuar për rren,
edhe mos me pas ndonjë gjëna të hapt të madh. Për shkak se nëse kanë gjënohet hapta, nuk bën për dëshmitar, edhe nëse kanë gënjur në herë e që në zonë të gënjur të rrejt, edhe atyve nuk ju mirët më dëshmia. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. Në zëvendësim të një burri duhet 2 gra. Të dëshmia. Ka disa ajete kemi përmend, disa raste që Allah subhanahu wa taala 2 gra i ka barazuar me një burr. Ta ndesh në të ato janë gruaja burri barabar, dhe është mësojnë, ajo është puna e tyre. Puna e ajeteve të qarta, nëse mas miri është me dëshmu 2 burra. Nëse si janë 2 burra, një burrë 2 gra. 2 gra bëjnë sa një burr. Dëshmi. Tetra shëgimia, gjithashtu. Lirrajuli mithlu hadhil unthayayn. Një burrit i takon sa 2 grave. Te kurbani qashtu. Nëse lind djalë pritet 2 kurban, nëse lind vajzë pritet një kurban. Tash kush vjen me tjetër që thotë jo barabar, Allahu në ajetin tjetër thotë ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, burrat kanë përparësi, domethënë në shkallë kanë më përpara se sa gratë. Domethënë ka raste të cilat Allahu subhanahu wa taala i ka thënë në Kur'an dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith se burrat e gratë nuk janë njëjtë, se bëkoni që thonë burrat tonëve ose ishin thonë gratë tonëve nuk janë njëjtë. Megjithëse janë njëjtë, do vësen burra, do vësen gra. Edhe në martim, edhe në esencë nuk janë njëjtë. Edhe në të drejta nuk janë njëjtë. Allahu secilit jep të drejtat e veta, tamam sa i takojnë. Ama nuk janë njëjtë se janë 2 të ndryshme. Këtu e përfundojmë gjysën e ajetit, për shkak se ajeti është e gjatë. Wa aqulu qawla hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.